Data 10 mars, Eksodi, kapitulli 21. Tani këto janë ligjet që do të vësh para tyre. Në rast se blen një sklav hebre, ai do të shërbejë 6 vjet, por vitin e 7 do të shkojë i lirë pa paguar asgjë. Në rast se ka ardhur vetëm, do të shkojë vetëm, po të kishte grua, e shoqja do të shkojë bashkë me të. Në qoftë se zotëria i tij i jep grua dhe kjo i lind bija, gruaja dhe fëmijët e saj do të jenë të zotërisë, dhe ai do të shkojë vetëm. Por në qoftë se sklavi thot haptazi, unë e dua zotërin tim, gruan time dhe fëmijët e mi, dhe nuk dua të shkojë i lirë, atëherë pronari i tij do t'ja afrojë Perëndis dhe do ta avit te dera ose te shtalka. Pastaj pronari i tij do t'i shpojë veshin me një fëndyll dhe ai do t'i shërbejë përgjithënjë. Në rast se dikush shet bien e tij si shërbëtore, ajo nuk do të shkojë ashtu si shkojnë sklavërit. Në qoftë se ajo nuk i pëlqen zotërisë së saj që e kishte marrë me vete, ai do ta lërë të shpengohet, por nuk do të ketë të drejtën t'u ashes njerëzve të huaj, sepse kjo do të ishte ta trajtosh me mashtrim. Dhe në qoftë se e marton me birin e tij, do ta trajtojë në bazë të së drejtës të bijave. Në rast se merr një grua tjetër, ai nuk do të paksojë ushqimin dhe veshmbathjen e saj, as edhe bashkëbanimin e saj. Në rast se nuk bën këto 3 gjëra për të, ajo do të shkojë pa dhënë asgjë, pa paguar çmim. Kush rreh një njeri dhe për këtë shkak ai vdes, do të dënohet me vdekje. Në qoftë se nuk i ka ngritur kur far prite, por Perëndia ka bërë që t'i bjerë në dorë, unë do të caktoj një vend ku ai mund të gjejë stre. Në qoftë se ndokush vepron me paramendim kundër të afërmit të tij për ta vrarë me mashtrim, ti do ta shkëputësh edhe nga altari im për të siguruar vdekjen e tij. Kush rreh baban ose nënën e tij, do të dënohet me vdekje. Kush rrëmben një njeri dhe e shet ose gjendet në duart e tij, do të dënohet me vdekje. Kush mallkon të atin ose të ëmën, do të dënohet me vdekje. Në qoftë se 2 njerëz zihen dhe njëri prej tyre godet tjetrin me gur ose me grusht dhe ky nuk vdes, por duhet të qëndrojë në shtrat, dhe nëse pastaj ngrihet dhe ecën jashtë duke u mbështetur me bastun, ai që e ka goditur do të nxirret i pafajshëm, do ta zhdëmtojë vetëm për kohën e humbur dhe do ta kurojë deri në shërim të plotë. Në qoftë se dikush rreh sklavin ose sklavën e tij me bastun dhe ai ose ajo i vdesi në dorë, zotëria do të dënohet. Por në rast se mbijeton 1 ose 2 ditë, nuk do të dënohet sepse është pronë e tij. Në rast se disa grinden dhe rrahin një grua me barr, aq sa ajo të dështojë, por nuk pëson dëmet e tjera, rrahësi do të gjobitet aq sa t'i kërkojë bashkëshorti i gruas. Ai do të paguajë zhdëmtimin sipas përcaktimit të gjykatësve. Por po të jetë se rrjedh në një dëm, do të japësh jetë për jetë, sy për sy, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, këmbë për këmbë, djegje për djegje, plag për plag, mbretje për mbretje. Në rast se dikush godet syrin e sklavit ose të sklavës së tij dhe ai humbet, do t'i lërë të shkojnë të lirë si kompensim për syrin e humbur. Dhe në rast se shkakton rënje një dhëmb i sklavit ose sklavës së tij, do t'i lërë të shkojnë të lirë si kompensim për dhëmbin e humbur. Në rast se një ka godet për vdekje me brirët e tij një burr ose një grua, kau duhet të vritet me gur dhe mishi i tij nuk do të hahet, por i zoti i kaut do të konsiderohet i pafajshëm. Por në qoftë se kau e kishte zakon prej kohësh të plagoste me brirët e tij dhe i zoti ishte paralajmëruar, por nuk e kishte mbajtur të mbyllur dhe kau pastaj vret një burr o një grua, kau do të vritet me gur dhe i zoti gjithashtu do të vritet. Në qoftë se i caktohet një çmim për shpengim, ai duhet të jap për të shpenguar jetën e tij, aq sa i kanë caktuar. Në qoftë se kau godet një bir ose një bij, do të veprohet ndaj tij sipas po këtij ligji. Në qoftë se kau godet një sklav ose një skllave, i zoti i kaut do t'i paguajë të zotit të sklavit 30 sikle argjendi dhe kau do të vritet me gur. Në qoftë se dikush hap një grop ose dikush gërmon një grop dhe nuk e mbulon, dhe një ka ose një gomar bie brenda, pronari i gropës do ta paguajë zhdëmtimin. Ai do t'i paguajë me para pronarit vleftën e kafshës dhe kafsha e ngordhur do të jetë e tij. Në qoftë se kau i një njeriu godet për vdekje kau i një tjetri, do të shitet kau i gjallë dhe do të ndahet çmimi i tij. Edhe kau i ngordhur do të ndahet midis tyre. Por në qoftë se dihet se ky ka e kishte zakon prej kohë të godiste me brir dhe i Zoti nuk e ka mbajtur të mbyllur, ai do të paguajë ka për ka dhe kafsha e ngordhur do të jetë e tij. Luka, kapitulli 24. Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato erdhën te varri,
duke sjell erërat e mira të përgatitura dhe gratë të tjera bashkë me to, dhe gjetën gurin të rrokollisur nga varri. Dhe kur hyn, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndodhi që ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja dy burra të veshur me rroba të shëndritshme ju qëndruan pranë atyre. Dhe mbasi ato të trembura e mbanin fytyrën të përkulur për dhe, ata u thanë: "Që kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Nuk është këtu, por është ringjallur. Kujtohuni si ju foli kur ishte ende në Galile, duke thënë se Biri i Njeriut duhet të dorëzohet në duart e njerëzve mëkatar, edhe të kryqëzohet dhe të ringjallet ditën e tretë." Dhe ato kujtuan fjalët e tij. Dhe kur u kthye nga varri, u atreguan të gjitha këto të 11-ve dhe gjithë të tjerëve. Ato që u atreguan apostujve këto gjëra ishin Maria Magdalena, Joana, Maria nëna e Jakobit dhe gratë e tjera që ishin me to. Dhe atyre ju duken këto fjalë si dokra dhe nuk u besuan atyre. Por Pietri u qua, rendit e varri, u përkul dhe pa pëlhuarat prej lirit të vëna vetëm, pastaj u largua, i mrekulluar me veten e tij për sa kishte ndodhur. Dhe ja pa të ditë, dy nga ata po shkonin në një fshat me emër Emaus, 60 stade larg Jeruzalemit. Dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, edhe veti Jezusi u ofrua dhe ecte bashk me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar për të mos e njohur atë. Dhe ai u tha atyre: "Që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës? Dhe pse jeni të trishtuar?" Dhe një nga ata me emër Kleopa, duke u përgjigjur i tha: "Ti qenë i vetmi i huaj në Jeruzalem që nuk ka marrë vesh ato që kanë ndodhur atje ndër këto ditë?" Dhe ai u tha atyre: "Cilat?" Ata i thanë: "Ato të Jezusit nga Nazareti, i cili ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe gjithë popullit, dhe se si kryepriftrin dhe krerët tanë e dorëzuan në dënim vdekjeje dhe e kryqëzuan. Por ne shpresonim që ky të ishte ai që do të shpengonte Izraelin, por megjithatë sot është e treta ditë që kur ndodhen këto. Por edhe disa gra prej nesh na çuditën, sepse kur shkuan herët në mëngjes te varri dhe duke mos gjetur trupin e tij, erdhën duke thënë se kishin parë një vegim ëngjësh të cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga tanët shkuan te varri dhe e gjetën ashtu si thanë gratë, por atë nuk e pan. Atëherë ai u tha atyre: "Të pamendët të ngathet në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. A nuk duhej që Krishti të vuajë dhe të hyjë në lavdinë e tij?" Dhe duke i zënë fill nga Mojsiu dhe nga të gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Kur ju afruan fshatit, për ku po shkonin, ai bëri sikur do të vazhdonte më tutje. Por ata i detyruan duke thënë: "Rri me ne, sepse po ngryset dhe dita po mbaron." Dhe ai hyri që të rrinte me ta. Dhe ndodhi që kur ishte në tryezë me ta, mori bukën e bekoi dhe si e theu u andau atyre. Por atyre ju qelën syt dhe e njohën, dhe ai u zhduk prej tyre. Dhe ata i thanë njëri tjetrit: "Nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet." Në patë orë u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, dhe gjetën të mbledhur të 11-tët dhe ata që ishin me ta duke thënë: "Zoti u ringjall me të vërtetë dhe u shfaq Simonit." Dhe ata treguan ato që ndodhen udhës dhe si e kishin njohur në ndarjen e bukës. Dhe ndërsa ata po bisedonin për këto, vetë Jezusi u shfaq në mes tyre dhe u tha atyre: "Paqja me ju." Por ata të trembur dhe gjithë frikë mendonin se po shihnin një frym. Dhe ai u tha atyre: "Pse jeni të turbulluar? Dhe pse në zemrat tuaja po lindin dyshime? Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, se jam unë vetë. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra si po shikoni se unë kam." Dhe si u tha këtë, u tregoi atyre duart dhe këmbët. Por duke qenë se ende nuk po besonin prej gëzimit dhe çuditeshin, ai u tha atyre: "A keni këtu diçka për të ngrënë?" Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe hoje mjalti. Dhe ai i mori dhe i hëngri para tyre. Dhe u tha atyre: "Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet." Atëherë u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet dhe u tha atyre: "Sepse kështu është shkruar dhe kështu duhej të vuante Krishti dhe të ngjallej prej vdekurit ditën e tretë, dhe të predikohej në emrin e tij pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitar për këto. Dhe ja unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me fuqi nga lart." Dhe i priu jashtë deri në Betania dhe si ngriti lart duart i bekoi. Dhe ndodhi që ndërsa ai po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngrit lart në qiell. Dhe ata e adhuruan dhe u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh.
dhe ishin vazhdimisht në tempull duke lavdëruar dhe duke bekuar Perëndin. Amen. Jobi, kapitulli 39. A e di ti kohën kur pjellin dhitë e malit, apo ke vërejtur vallë pjellin e drenushave? A di ti të numërosh muajt kur merr fund barra e tyre, apo njeh ti kohën kur duhet të pjellin? Mblidhen dhe pjellin të vegjlit e tyre duke u dhënë fund kështu dhëmbjeve të tyre. Të vegjlit e tyre bëhen të fortë, rriten jashtë, shkëputen dhe nuk kthehen më pranë tyre. Kush e lë të lirë gomarin e egër? Kush e ka zgjidhur gomarin e egër, të cilit i kam caktuar të rrinë në shkretëtir dhe tokën e krijuar si banesë? Ai përçmon zhurmën e qytetit dhe nuk dëgjon britmat e asnjë zotërie. Hapësirat e gjëra të maleve janë kullota e tij, dhe ai shkon dhe kërkon çdo gjë që është e gjelbër. Bualli valla pranon të shërbej ose të kaloj natën pranë grazhdit tënd? A mund ta lidhësh vallë buallin militar që të lëroj tokën në hulli ose të lesoj luginat pas teje? A do t'i kesh besim atij, sepse forca e tij është e madhe, ose do t'ia lësh atij punën tënde? A do të mbështetesh tek ai për të quar në shtëpi grurin dhe për të mbledhur në lëm? Krahët e strucit rrahin tër gaz, por ato nuk janë me siguri krahët dhe pendet e lejlekut. Ai në fakt i braktis vezet e tij për tokë dhe i lë të ngrohen në pluhur, duke harruar që një këmbë mund i shtyp ose një kafshë fushave mund i shkel. I trajton ashpër të vegjlit e tij, sikur të mos ishin të vetët, por lodhja e tij pas një interes është e kotë, sepse Perëndia e ka lënë pa dituri dhe nuk i ka dhënë zgjuarsi. Por kur ngrihet më këmbë për të ikur, tallet me kalin dhe me kalorsin e tij. Ai e ti ai që i ke dhënë forcën kalit dhe ja ke veshur fqafën me jele që valviten? Ai e ti ai që e bën të kërcejë si një karkalec? Hingëllima e tij krenare të kallë tmerr. Çukormon në lugina duke u kënaqur nga forca e tij, sulet në mes të kacafytjes me armë, por buz frikën dhe nuk trembet, as zbrapset përpara shpatës. Mbi të kërcet këllëfi i shigjetave, shtiza që vetëtin dhe ushta. Me zjarr dhe vrulli zhduk distancat dhe nuk qëndron në vend kur bie buria. Që në dëgjimin e parë të burisë ai thot, "Aha!" dhe nuhat nga larg betejën, zërin kumbues të kapitenëve dhe britmen e luftës. Mos vall për shkak të zgjuarsisë sate ngrihet e fluturon krahathati dhe i hap krahat e tij drejt jugut? Është vallën komandën tënde që shqiponja ngrihet lart dhe e bën folen e saj në vende të larta? Banon mbi shkëmbi dhe qëndron mbi krepa të rrëpirta. Nga largt ajo përgjon gjahun dhe sytë e saj vrojtojnë larg. Të vegjlit e saj thithin gjak dhe ku ka të vrarë, atje ndodhet ajo. 2 Korintasve, kapitulli 9. Sa për shërbesën për shenjtorët, është e tepër t'ju shkruaj, sepse e di gatishmërinë tuaj për të cilën mburrem për ju të Maqedonasit, se Akaia u bë gati që vjet dhe zelli juaj nxiti shumë të tjerë. Por unë i dërgova vëllezërit, që mburrja jon për ju të mos na dalë kot, që siç thoja të jeni të përgatitur, se mos po të vinin me mua disa Maqedonas dhe t'ju gjenin të papërgatitur, ne, të mos themi ju, do të dilnim të turpëruar për këtë siguri me të cilën mburremi. Prandaj mu duke nevojshme t'i nxis vëllezërit të vinë më përpara te ju dhe të bëjnë gati më parë dhuratën bujare që kishit paralajmëruar, kështu që ajo të jetë gati si dhuratë bujarie dhe jo kopracie. Por ju them këtë, ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim, dhe ai që mbjell me bujari, edhe do të korrë me bujari. Se cili le të japë si ka menduar në zemër, as me keqardhje, as me detyrim, sepse Perëndia do dhurues të gëzuar. Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë ndaj jush, që të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë dhe t'ju teprojë për çfarëdo vepër të mirë, sikurse është shkruar. Ai shpërndau, u ka dhënë të varfërve, drejtësia e tij mbetet në përjetësi. Por ai që jep fare mbjellësit dhe bukën për të ngrënë, ju dhën dhe i shumoft të mbjellat tuaja dhe bëft që të rriten frytet e drejtësisë suaj, dhe duke u pasuruar në të gjitha të jeni dorëdhënë në të gjitha, duke i sjell përmes nesh falënderim Perëndis. Sepse kryerja e kësaj shërbese të shenjtë jo vetëm përmbush nevojat e shenjtorëve, por edhe ka përderdhet përmes shumë falënderimesh ndaj Perëndis. Sepse me provën e kësaj shërbese, ata e përlëvdojnë Perëndin për bindjen që ju rrofeni ndaj ungjillit të Krishtit dhe për bujarinë me të cilën merrni pjesë me ta dhe me të gjithë. Dhe në përgjërimin e tyre për ju, kanë shumë mall për ju, për shkak të hirit të pashoq të Perëndis mbi ju. Le ta falenderojmë Perëndin për dhuratën e tij të papërshkrueshme.